Të gjithë studentët të cilët duan të ndërtojnë një të ardhme të ndritur në vendin e tyre, të vinë këtu. Të gjitha nënat të cilat duan që fëmijët e tyre të kenë një Shqipëri më të mirë, nuk mund ta kenë nëse nuk sakrifikon sot. Gjithë ju që keni votuar këtë njeri, që keni forcuar bustin e këtij njeriu, e keni bërë kaq të fortë që të jetë në gjendje të na shtypit të gjithëve ne, duhet vini këtu dhe t'i bashkoheni protestës, sepse ju ka lënë në harres dhe po abuzon, madje tallet me të gjithë pensionistët duke luajtur lojë të pisët në qoftë se ne do jemi shumë në shesh, nuk është e nevojshme që të rinjët e reja të flenë këtu për një kohë të gjatë. Ne mund ta rrëzojmë këtë njeri. Më besoni që është në momentin e tij më të dobët, sepse ka bërë shumë vepra të jashtëligjshme dhe problemet e tij janë aq të mëdha saqë ai është paksuar, është në fakt kur është i vogël. Mund bëhet akoma më i vogël nëse vjen edhe ti.